Rindërtimi i pallatit të djegur të Marta në zonën e farmacisë së Vjet në Tiranë do të realizohet nga vetë kompania që e ka ndërtuar. Është kryeministri Edi Rama që ka bërë të ditur vendimin, duke theksuar se nuk mundet që dëmi të shlyhet me taksat e shqiptarëve, por është detyrimi vetë kompanisë. Pallati që do që dje në Tiranë do të rindërtohet 100% nga vetë ndërtuesi, pavarësisht se nga të dhënat paraprake, shkaku i zjarrit s'ka asnjë lidhje me vetë ndërtimin. Zjarri që përfshiu pallatin në Pakor duke shkaktuar dëme të mëdha për 10 familje. Për kryeministrin Edi Rama është një tjetër tregues se pse duhet paguhen sigurimet, çka do të bënte të mundur shlyerjen e dëmit. Sepse ne nuk mund t'i lëmë vetëm njerëzit e dëmtuar në pronën e tyre dhe nga ana tjetër taksapaguesit nuk mund të paguajnë një dëm të cilin duhet ta paguanin sigurimet, rast kutim plot, për të kuptuar të gjithë se sigurimi i shtëpisë nga fatkeqësitë është i domosdoshëm. Megjithatë, kreu i qeverisë ka garantuar familjet e dëmtuara të jenë të qetë për rindërtimin dhe uron vetëm shëndet. Në mbyllje të reagimit në rrjetet sociale, ai ka falendëruar Zerfiksit dhe forcat e rendit, duke cilësuar punën e tyre heroike në shpëtimin e të gjitha jetëve të rrezikuara.